Ismail Hakia Hoxh Zotni, në shumë qytete shërbeu me fti. Shumë kujdes se pa të vebin, se pa nanën kaloi fëminin. Pra është një poezi që përmes saj ju tregoni edhe historinë dhe vlerat e Imam Vebis, duke mos e haruar, por se duke e nxjerrë në pa një hoxh i cili ju ka shërbyer vetëm ju personalisht, por i ka shërbyer fesë së Zotit dhe Islamit anë kënd botës. Këtu ti ke prej një damar tamam të që duhet, këtu ka shumë gjëra brenda këtu, po një shembull t'ja për këtë, se hoxha duhet jetë ai, çdo me hoxha duhet jetojë, ai ka familje, do të ketë jetesën e mirë, unë do të shoj që hoxhallarët të shohin gjëra e mira ekonomike. Vjen shumë keq kur shoh hoxhallarët që kanë gjëra e dobët. Ekonomia ka të bajnë shumë, se ai ka familje, ai ka fëmijë, ai ka halle, ka maderte. Imam Vebia kur shkojnë si hoxh nga Kairo, në 49, 49, atë vit që kam lindur, dhe tek shqiptarët që e ftun, kemi folur është për para kësaj gjëra, dhe e ftun muslimanët e Michiganit. Dhe në vitin 51-52 sa më mendon u bë inaugurimi i qendrës islame në Washington DC, kryeqytetin e Shabazz. Atë ka qenë president Eisenhower, i general komandant i forcave ushtarake në luftë e dytë botërore kundër Hitlerit. Dhe u bë inaugurimi, mori pjesë edhe presidenti Eisenhower, bile aty thuhet që i sollën një palë si biçim papuçe për të mos heq kpuçt në xhami, dhe ai nuk pranoi hoqi kpuçt. Pse e njifte Islamin, kishte qenë ai komandant që thotë ka qenë në vendet e Afrikës Veriore, Marok, Algjeri e këto, dhe e njifte Islamin ato, këto e politikanë që e vërtet. Dhe nuk pranoi të hinë, po e hoqi kpuçt dhe hyni tamam. Dhe Imam Vebia aty atakoi drejtorin e qendrës. Drejtori i qendrës nga Egjipti, atë ende ishte Farukun fuqi, mbreti Faruk, me origjinë shqiptare. Dhe ky kishte qenë shok shkolle dikur. I thot Imam Vebi saj, thot dëgjoj Vebi, eja këtë me mu, rrogën do kesh $1,000. Imam Vebi kishte dorë aty në Michigan $200. Ma i sapti. Kjo është vitin 51-52. Dhe i thot do kesh vetur. S'kishin Amerikanë gjithë vetur atë kohë, se ne kujtojmë se Amerika që është gjithmonë. Jo dërbarë, jo, s'kishin. Edhe prestigji njëra tjetër. E unë tha, do rri pak, do kthejem, se s'do rri këto, ti s'ke ku shkon. Se komunizmi e mori Shqipërinë, se që duke ta puna dhe ti, këto ta mbyllish. Dhe Imam Vebia falenderoj, tha, faler shumë, por unë i kam dhënë fjalën shitë që kjo. Një gjemati shqiptarët thjesht, $200 gjemat. E ma ata do rri unë. Se i kam dhënë fjalën që unë do i me ato. Hajë $200. Kjo e bëri pastaj edhe njëri të madh. Kjo e pastaj e bëri që të ngjelet në histori. Ai kur se ka një vërfnin. Si jo, nuk është puna sa ke, sa para ke. është puna se si i fitova dhe ç'bën ti me to. Ndoshta janë pak, por bereqeti që Allahu jepën te, bereqeti është i shumënshëm. Si natyrë që kemi, ka të bëjë shiu, ka të bëjë vesa, ka të bëjë fladi, ka të bëjë gjitha. Gjitha këto i ndihmojnë bimësisë për të zhvilluar. Edhe njeriu, kur ti punon për Zotin, mos e baj gajlën ti. Pra ky ishte hoxha. Që vdiq, jetoj si hoxha, vdiq si hoxha. Është vështirë me vdek hoxha. Është vërtetu kjo një histori. Shumë kanë him kaltë hoxhës, po janë rëzu rrugës.